Djali nga Kosova, që pretendon se është i kontrolluar 24 orë, ai pretendon nga spionazhi ose nga shërbimet sekrete. Ndiqeni me kujdes këtë material, sepse më kanë shkruar shumë, bile gjatë viteve kam njohur shumë njerëz të këtij fenomeni dhe sonte dua t'ju tregoj disa gjëra që dikush nuk i njeh, por të tjera që të mund të diskutojmë së bashku dhe të mund të nxjerrim një konkluzion. Si gjithmonë, kush është rastësisht dhe nuk e ka bërë ende, le t'i bëj like faqes shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Në vitin 2013, kur po kryenim emisionet, kemi takuar disa njerëz që pretendojnë, njërin e kemi regjistruar, bile ju kam treguar edhe për një vajzë që ka treguar për këtë gjë, që thotë që është e sorvejuar 24 orë, dhe njërin e kemi edhe regjistruar që ai pretendon, Petritin nëse keni parë, ai miku ynë, që ai pretendon që ka disa objekte, si mund të quhet, ose disa fije të çuditshme që janë gjysmë metali, këto fijet, në trupin e tij. Dhe sonte është momenti për të folur për këtë argument, sepse prek një pjesë të madhe të njerëzve. Disa pretendojnë, më kanë dërguar disa mail kohët e fundit me disa video, video i kam parë vetë dhe disa intervista po ashtu, ku tregojnë disa që kanë intervistuar disa të rinj, tregojnë që këta të rinj dikush ka disa objekte në dhëmb ose në dhëmball, për shembull, dhe thotë që ka mikrochip, dhe këto mikrochipe e bëjnë që të ndihet keq, pra të ndihet keq fizikisht dhe mentalisht. Njëkohësisht, dikush tjetër pretendon që ka në lëkurë. Në fakt, po të shikoni lëkurët e tyre, dalin disa gunga, si mund të quhen, në sipërfaqen, jo sipër lëkurës, por në thellësi të lëkurës, brenda lëkurës, dhe duket sikur këto, se herë këta i heqin dhe vetë. Janë disa fije të holla që i heqin dhe vetë. Dhe sot mund të t'ju tregoj se përse bëhet fjalë. Me aq sa kam lexuar, nuk diskutohet dhe dua të ndes shkëndijën e disa njerëzve që janë pak të informuar. Në gjuhën shkencore i quhen morgjellons. Morgjellons janë disa, është një si mund të quhet, një sëmundje. Të paktën kështu thuhet, por askush nuk e di, sepse kjo çfarë thuhet në mënyrë shkencore. Por këtë ju au garantoj që askush nuk e di se çfarë është. Çfarë është në të vërtetë? Në të vërtetë është një fjalë do të tregoj se çfarë është, por jo se çfarë nga se formohet. Këtë doja të thoshja. Morgjellons janë disa nyje, si mund të quhen, ose disa gunga që dalin në lëkurë. Dhe këto nyje herë dalin edhe në sipërfaqe. Pra, kjo lloj patologjie, si mund të quhet, del edhe ndonjëherë në sipërfaqe të lëkurës, por kryesisht në brendësi të lëkurës. Dhe krijohen disa gunga në lëkurë dhe është e çuditshme, sepse këto marrin ngjyra të ndryshme. Do t'ju tregoj të gjitha, më ndiqni me kujdes sepse është për të mirën e të gjithëve kjo. Marrin ngjyra të ndryshme. Pra, këto fije marrin ngjyra të ndryshme. Tani, dikush thotë që janë fije që i prodhon trupi njeriut, gjaku në bashkëpunim me lëkurën e tjerë dhe bëhen si punë fijesh, por janë shumë të forta, që po thuaj duken si metal. Dhe disa herë janë ngjyrë, kryesisht janë ngjyrë si të kuqe, si kuqerem, por mund të marrin edhe një ngjyrë tjetër, ose jeshile ose blu. Bile ndonjëherë edhe të bardha. Jo të bardha totalisht, por një ngjyrë qumshti. Këto fije, sepse me kalimin e kohës shtohen këto fije. Dhe tani shumë njerëz mendojnë që janë të hedhura me anë të paktën kështu thuhet, të avionëve. Pra ato, si mund të quhet, ato mbetjet që hedhin avionët, si mund të quhen, ato shtollungat kimike, që në brendësi të tyre ka disa grimca të vogla që duke hedhur në hapësirë njerëzit i thithin dhe me kalimin e kohës ato krijojnë
këto komplekse brenda trupit njeriut të disave, jo të gjithëve, dhe aty në brendësi të lëkurës fillojnë dhe shtohen, sepse kanë vend ku gjejnë. Dhe pra është si një patologji. Por Morgellons është edhe një ide tjetër i disa konspiracionistëve që mendohet që janë hedhur në hapësirë ose në mbi atmosferën e tokës për arsye të që me kalimin e kohës të mund të depërtojnë nëpërmjet frekuencave. Pra të depërtojnë brenda njeriut nëpërmjet frekuencave ose ato që janë brenda njeriut të japin frekuencave, nëpërmjet frekuencave të japin disa të dhëna. Në fakt, disa nga këto vajza që keni parë nëpër intervista, ose djemi që keni parë në intervista, të gjithë thonë që ndjemi sikur dikush na kontrollon. Disa prej tyre mendohet që i kontrollojnë, disa të tjerë ndoshta sepse kanë dëgjuar të tjerë. Por është edhe diçka tjetër, është edhe efekti domino, sepse njeriu manovrohet shumë nga fjalët e të tjerëve dhe nga ambienti ku gjendet. Dhe duke dëgjuar të tjerët që thonë këto janë fije që të krijojnë probleme në shëndet, ti je i lodhur etj etj, janë të njëjtat fjalë që thot gjithsecili. Pra të gjithë këta thonë të njëjtat fjalë. Unë nuk e di tani, nëse një pjesë prej tyre nuk lodhen, por jam i bindur për këtë që një pjesë prej tyre nuk lodhen. Pra janë krejt normale edhe pse i kanë këto fijet ose këtë patologji. Dhe mendohet që këto fije mundet që të transmetojnë disa sinjale të trupit për të monitoruar sistemin total, duke filluar nga sistemi kardiak, nga Circle of Krebs, si quhet në qarkullimi i Krebs, me fjalë dhe gjithë qarkullimi nervor, sepse këto mendohet që japin frekuenca në trup. Dhe kjo, sipas gjasave, bëhet për të monitoruar që të shikojnë zhvillimin e tyre brenda trupit të njeriu, sepse njeriu ka nevojë në këtë periudhë, siç e kemi thënë gjithmonë, që të ketë një shtytse për të ecur përpara, për të mbijetuar qeliza, sepse duhet të ambientohet në momentin që gjendet në këtë translacion të universit dhe të fushës magnetike. Shpresoj mos të kem qenë kompleks deri tani, por kjo është ajo që ka thonë një pjesë e njerëzve. Tani unë do t'ju them një anë tjetër ku disa prej tyre thonë që e kanë në dhëmball dhe janë mikrochipe. Dhe sepse për shembull pash dhe një intervistë një djali nga Kosova, nuk është ai që po flasim tani, por një tjetër që pash një intervistë që thotë që i ka në dhëmball. Unë do t'ju them tani për këtë djali nga Kosova që ai është i mbushur plot, do të tregoj një foto këtu në një nga ato në videon që do ta lëm se s'ka nevojë, se i ka vetëm të njëjtat janë fotot po thuaj, sepse i kanë gjithë trupin dhe të njëjtat gjëra thot dhe ai dhe të njëjtat gjëra bën dhe ky. Pra ky thot që sepse ka qenë në Angli, ka jetuar në Angli disa vjet dhe aty bëri një gabim dhe u dënua për atë gabim dhe tregohet që ai, të paktën kështu thotë, që në burg i kanë vënë, ishte për pak kohë, vetëm pak muaj. Ishte një gabim i tij, fatal. Jo, me një fjalë nuk duhej ta bënte sepse ishte djalirin atë kohë, megjithatë ai tregon që aty ndoshta i kanë vënë diçka në trup që gjeneron këto fijet. Dhe ky çuditërisht fijet e këtij janë në ngjyrë blu. Sigur në fakt ai ndonjëherë kur flasim kështu që thot unë jam si Spider-Man, i thot, sepse ka disa veti, le të themi, të çuditshme, të paktën ai kështu thot, unë nuk e di tani sepse nuk jemi takuar personalisht, por ai thot që ka disa veti që edhe për zgjuarsi, edhe për
disa fragmente që i kap, pra ai mund të kap disa fragmente pa ndodhur ato, si punë déjà vuje, dhe ai thotë që është pikërisht nga kjo që ja shkakton. Por për më tepër, kjo gjë i shkakton disa probleme në trup. Ai nuk punon dot, në fakt është njësoj si të tjerët, i shkakton këto shkarkime të forta në trup dhe nuk mundet që të shkojë në punë, sepse nëse shkon në punë ai flet gjumë, e zë gjumi. Dhe ka shkuar në disa specialistë dhe askush nuk mund t'i thotë dot asgjë. Bile ai thotë që se unë ja thash për sa i përket kësaj që mund të quhet si sëmundje, ose patologji. Dhe as që nuk e njihte Morgjellons mjeku ku ai shkoi, sepse edhe pse kjo është një patologji e zbuluar rreth vitit 2001, që është zbuluar shkencërisht, po flasim, e ka zbuluar dhe e tha shkencërisht me këtë emër Morgjellons kjo profesoresha, Mary Lloyd Ngjetil, nuk e mbaj mend mbiemrin, dhe ajo thotë që është një problem që i ndodh trupit, thotë, sepse po kalon në një translacion trupi dhe u ndodh vetëm disa njerëzve. Tani, për sa i përket në mënyrë shkencore, siç ju thash, askush deri tani di se përse bëhet fjalë, çfarë është në të vërtetë, jo se përse bëhet fjalë. Dihet se çfarë është, dihet se si prodhohet, por nuk dihet nga vjen. Nga vjen, nëse e ka me fjalë lind nga ADN-ja, pra nga trupi i njeriut, apo është me të vërtetë që hidhet nëpërmjet ajrit diçka që duke e thithur njerëzit, ndoshta dikujt i krijon këto probleme. Megjithatë, janë disa fije të vogla, sepse ato, siç ju thash, krijohen bunga, për shembull në brendësi të lëkurës, dhe duke sikur është mish i kalbur aty. Dhe siç ju thash, kanë ngjyra të ndryshme. Dhe ndonjëherë në sipërfaqe dalin fije nga aty. Që këto fije, sepse ajo bunga është e përbërë nga këto fije, e gjitha bashkë është si një punë lëmshi. Dhe siç ju thash, ndryshojnë edhe ngjyrë secila. Tani, ajo që më bën përshtypje në të gjithë këtë histori është që të gjithë këta që kanë këtë lloj patologjie ndihen shumë të lodhur fizikisht, madje edhe psikologjikisht, duan të flenë gjumë, janë shumë të lodhur, janë të qetë si njerëz, nuk janë të stresuar. Jo të stresuar, si mund ta them, nuk janë, që të gjithë janë shumë të qetë, që të gjithë. Rrallë, nuk kam parë deri tani, rrallë, nëse kam dëgjuar në disa intervista, që të jetë njeri normal. Janë në normale, pra janë shumë të qetë. Dhe kjo më bën të mendoj që ndoshta ka të vërtetë në atë teori ku thuhet që i hedhin sepse duan që të monitorojnë gjithë trupin dhe mendjen e njeriut. Sepse pretendohet që për monitorimin e trupit dhe të trurit kanë disa teknika që kanë filluar që nga vitet 70 dhe po vjen dal nga dal, duke filluar me ultra, MK Ultra e të tjerë, por edhe të tjera teori konspirative që mendohet që kjo nuk është një patologji, por janë kontingjente të hedhur nga sipër, ose në ambientin ku jemi, ose ndoshta edhe me ushqime. Sidoqoftë, jo të gjithë u bën të njëjtin reaksion. Kështu që kush nga ju ka nga këto probleme, doje nëse dëshironi më shkruani, por pak a shumë kjo është si tezë ajo që më kanë shkruar shumë prej jush dhe ajo çfarë më ka treguar ky djaloshi nga Kosova, që sinqerisht ai nuk e dinte këtë, por kisha lexuar para disa kohësh, atëherë kur fola dhe kemi bërë intervista me ata targetet, si quhen kështu, shqiptar që mendojnë që qoftë vajza apo djem, ata që kemi regjistruar, që thonë që janë në kontakte, janë në survejim të disa shërbime sekrete dhe ndjen të lodhur, sepse prodhojnë gjithmonë këtë energji të fortë këto në brendësi të trupit, këto fije, dhe ata duan t'i heqin, por askush nuk mund t'i heq dot. Kjo është në sintezë.
Pres komentet tuaja. Na dhe mirë.